Përshëndetje miq, sot do të udhëtojmë për rreth 11 rajoneve të botës për të zbuluar detajet, pikat turistike dhe pasuritë e fshehta të çdo rajoni. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Hypim në avion nga Tirana për New York dhe ecim. Rajoni i Amerikës së Veriut. Pozita gjeografike është shumë e favorshme, pasi ndodhet midis dy oqeaneve dhe ka dalje të gjerë në tregjet botërore. Rajoni i Amerikës së Veriut është një rajon i rëndësishëm gjeografik. Ai kufizohet në veri me oqeanin e ngrirë të Veriut, në jug me Meksikën, në lindje me oqeanin Atlantik dhe në perëndim me oqeanin Paqësor. Kushtet natyrore të këtij rajoni janë shumë të larmishme. Relievi përbëhet nga malet Kordiljerët, malet shkëmbore, Apalachet dhe rrafshinat e mëdha, Great Plains. Hidrografia përfshin lumenjt Mississippi, Missouri dhe Rio Grande, si dhe liçenet e mëdha, Great Lakes. Klima është shumë llojshme, nga polare në veri, në kontinentale dhe deri në subtropikale në jug. Pikat turistike më të njohura janë në SHR si New York, Grand Canyon dhe Niagara Falls, në Kanada si Vancouver, Toronto dhe Rocky Mountains. Veshjet tipike ndryshojnë sipas zonës, ku në veri përdoren rroba të ngrohta dhe në jug rroba më të lehta. Pikat e forta të turizmit janë shumëllojshmëria e destinacioneve, infrastruktura shumë e zhvilluar dhe atraksionet botërore. Pikat e dobëta janë distancat e mëdha midis vendeve, çmimet e larta dhe klima ekstreme në disa zona. Tani shkojmë pak më në jug. Rajoni i Amerikës së Mesme. Pozita gjeografike është e favorshme, pasi shërben si urlidhëse midis Amerikës së Veriut dhe Amerikës së Jugut. Rajoni i Amerikës së Mesme kufizohet në veri me Amerikën e Veriut, në jug me Amerikën e Jugut, në lindje me oqeanin Atlantik dhe në perëndim me oqeanin Paqësor. Kushtet natyrore përfshin reliev me male vulkanike, zona kodrinore dhe istme. Hidrografia përbëhet nga lumenj të shkurtër dhe liçene vulkanike, ndërsa klima është shumë llojshme, kryesisht tropikale dhe subtropikale. Pikat turistike kryesore janë në Panama me kanalin e Panamas, në Guatemala me Tikal dhe në Costa Rica me pyje tropikale dhe vulkane. Veshjet tipike janë rroba të lehta prej pambuku dhe veshje tradicionale me ngjyra. Pikat e forta të turizmit janë natyra tropikale, vulkanet dhe ekoturizmi shumë i zhvilluar. Pikat e dobëta janë infrastruktura e kufizuar dhe problemet e sigurisë në disa zona. Ky tropikalizim na pëlqeu shumë, por tani duhet të ikim te rajoni i Amerikës së Jugut. Pozita gjeografike është shumë e favorshme, pasi ndodhet midis dy oqeaneve dhe ka një natyrë shumë të pasur. Rajoni i Amerikës së Jugut kufizohet në veri me Amerikën e Mesme, në jug me Antarktidën, në lindje me oqeanin Atlantik dhe në perëndim me oqeanin Paqësor. Kushtet natyrore përfshin malet Ande me Aconcagua, 6961 m, malet braziliane dhe malet Guajana. Fushat përfshin Amazonën, Pampas dhe luginat e Andeve. Hidrografia përbëhet nga lumenjt Amazona, São Francisco, Paran dhe Orinoco, si dhe liçenet Titicaca dhe liçenet Patagoniane. Klima është shumë llojshme, nga tropikale në subtropikale dhe malore. Pikat turistike janë Rio de Janeiro, Machu Picchu, ujvarat Iguaz, ishujt Galapagos dhe Salar de Uyuni. Veshjet ndryshojnë sipas zonave klimatike. Pikat e forta të turizmit janë natyra shumë e larmishme, atraksionet botërore dhe kultura shumë e pasur. Pikat e dobëta janë distancat e mëdha, problemet e sigurisë në disa zona dhe infrastruktura jo gjithmonë e zhvilluar. Amerikat ishin shumë të pasura me hidrografi, të larmishëm me reliev dhe tani do ikim te rajoni i Evropës. Pozita gjeografike është shumë e favorshme, pasi Evropa është e lidhur mirë me pjesën tjetër të botës dhe ka dalje në shumë dete dhe oqeane. Rajoni i Evropës kufizohet në veri me oqeanin e ngrirë të Veriut, në jug me detin Mesdhe, në lindje me Rusinë dhe në perëndim me oqeanin Atlantik. Relievi përbëhet nga Alpet, Pirenejt, Apeninet dhe rrafshinat evropiane. Hidrografia përfshin lumenjt Danubi, Rhein dhe Volga, si dhe liçenin e Gjenevës dhe Ladoga. Klima është shumë llojshme, nga oqeanike në kontinentale dhe mesdhetare. Pikat turistike janë Parisi, Roma, Venecia, Zvicra dhe Barcelona. Pikat e forta të turizmit janë historia e pasur, infrastruktura shumë e mirë dhe afërsia midis vendeve. Pikat e dobëta janë bipopullimi turistik dhe çmimet e larta në disa qytete. Në këtë rajon duhet të kemi kujdes pasi është rajoni i Rusisë. Pozita gjeografike është jo e favorshme për turizëm, për shkak të shtrirjes shumë të madhe dhe klimës së ashpër.
Rajoni i Rusisë kufizohet në veri me Oqeanin e Ngrirë të Veriut, në jug me Azinë Lindore, në lindje me Oqeanin Paqësor dhe në perëndim me Evropën Lindore. Relievi përfshin Siberinë, Uralin dhe Kaukazin. Hidrografia përbëhet nga lumenjtë Volga, Lena dhe Ob, si dhe liqeni Baikal. Klima është shumë e shumëllojshme, por kryesisht subarktike dhe kontinentale e ftohtë. Pikat turistike janë Moska, Shën Petersburgu dhe Siberia. Pikat e forta të turizmit janë natyra e paprekur dhe monumentet historike. Pikat e dobëta janë klima shumë e ftohtë dhe distancat shumë të mëdha. Ky rajon na lodhi me klimën e saj të ashpër dhe sipërfaqen e madhe, por ajo na kaloi dhe ikimte. Rajoni i Azisë Lindore. Pozita gjeografike është jo shumë e favorshme për turizëm, për shkak të mbipopullimit dhe densisë së lartë urbane. Rajoni i Azisë Lindore kufizohet në veri me Rusinë, në jug me Azinë Juglindore, në lindje me Oqeanin Paqësor dhe në perëndim me Azinë Jugore. Përfshin Kinën, Japoninë, Korenë e Veriut, Korenë e Jugut dhe Mongolinë. Relievi është shumë i larmishëm me male, rafshina dhe zona bregdetare. Hidrografia përfshin lumenjtë Huang-he, Yangtze dhe Mekong. Klima është shumë e shumëllojshme, nga kontinentale në monsonike dhe subtropikale. Pikat turistike janë Muri i Madh, Tokyo, Mali Fui dhe Seuli. Pikat e forta të turizmit janë kombinimi i kulturës tradicionale dhe modernitetit si dhe atraksionet shumë të famshme. Pikat e dobëta janë mbipopullimi dhe bariera gjuhësore për turistët. Sa i zhvilluar ky rajoni nga teknologjia. Ikim pak më në jugte. Rajoni i Azisë Jugore. Pozita gjeografike është e favorshme, pasi ndodhet midis maleve të larta dhe Oqeanit Indian. Rajoni kufizohet në veri me Azinë Lindore, në jug me Oqeanin Indian, në lindje me Azinë Juglindore dhe në perëndim me detin Arabik. Kushtet natyrore përfshin relievin me Himalajet, fushën indo-gangetike dhe pllajën e Dekanit. Hidrografia përfshin lumenjtë Ganges, Indus dhe Brahmaputra, si dhe liqen e malore në Himalaje. Klima është shumë e shumëllojshme, kryesisht monsonike dhe tropikale. Pikat turistike janë Taj Mahal, Delhi, Jaipur, Himalajet dhe Everest. Veshjet tipike përfshin sari dhe veshje tradicionale shumë ngjyrëshe. Pikat e forta të turizmit janë monumentet historike shumë të famshme, kultura e pasur dhe turizmi malor në Himalaje. Pikat e dobëta janë ndotja, mbipopullimi dhe infrastruktura e pabarabartë në disa zona. Këto rajonet e Azisë na pëlqyen, kemi dhe 2 të tjera në këtë kontinent të madh, tani shkojmë tek. Rajoni i Azisë Juglindore. Pozita gjeografike është shumë e favorshme, pasi ndodhet midis oqeaneve dhe përbëhet nga shumë ishuj. Rajoni kufizohet në veri me Azinë Lindore, në lindje me Oqeanin Paqësor dhe në perëndim me Oqeanin Indian. Kushtet natyrore përfshin ishuj, male vulkanike, fusha të ulta dhe delta të shumta. Hidrografia përfshin lumenjtë Mekong, Ira-2 dhe Chao Phraya. Klima është shumë e shumëllojshme, kryesisht tropikale dhe shumë e lagësht. Pikat turistike janë Bangkok, Bali, Halong Bay, Kuala Lumpur dhe Manila. Veshjet janë shumë të lehta dhe tradicionale shumë ngjyrëshe. Pikat e forta të turizmit janë plazhet tropikale, çmimet e ulta dhe natyra shumë e bukur. Pikat e dobëta janë përmbytjet sezonale, monsunet dhe mbipopullimi në zonat turistike. Wow, çaj gjallërie dhe variacion kulturash, tani do hypim në avion për të. Rajoni i Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore. Pozita gjeografike është shumë e favorshme strategjikisht, pasi ndodhet midis 3 kontinenteve. Rajoni kufizohet në veri me Evropën, në jug me Afrikën nënsahariane, në lindje me detin Arabik dhe në perëndim me Oqeanin Atlantik. Relievi përfshin shkretëtirën Sahar, malet Atlas dhe pllajën Arabe. Hidrografia përfshin lumin Nil, oazat dhe pak lumenj të përhershëm. Klima është shumë e shumëllojshme, por kryesisht shumë e nxehtë dhe e thatë. Pikat turistike janë piramidat e Gizës, Marrakech, Meka, Medina dhe Dubai. Veshjet tipike janë rroba të gjera dhe tradicionale arabe. Pikat e forta të turizmit janë monumentet historike, turizmi fetar dhe shkretëtirat unike. Pikat e dobëta janë klima ekstreme e nxehtë dhe paqëndrueshmëria politike në disa zona. Ky rajon ka shumë bukuri natyrore dhe artificiale, por pas luftrave të shumta, nuk është aq e sigurt sa rajonet e tjera. Akoma ky rajon ishte shumë i mirë dhe shumë i bukur, tani shkojmë te. Rajoni i Afrikës nënsahariane.
Pozita gjeografike është mesatare për turizëm, pasi ka pasuri të mëdha natyrore, por edhe vështirësi në akses. Rajoni kufizohet në veri me Afrikën Veriore dhe Azinë Jugperëndimore, në lindje me Oqeanin Indian dhe në perëndim me Oqeanin Atlantik. Relievi përfshin savana, plaja, male si Kilimanjaro dhe disa shkretë të tjera. Hidrografia përfshin lumenjtë Kongo, Niger dhe Zambezi, si dhe liqenet Victoria dhe Tanganyika. Klima është shumë llojshme, kryesisht tropikale dhe savan. Pikat turistike janë safari në Kenia, Serengeti në Tanzani, Capeton në Afrikën e Jugut dhe liqeni Victoria. Pikat e forta të turizmit janë safari me kafshët e egra, natyra e paprekur dhe kultura shumë e larmishme. Pikat e dobëta janë infrastruktura e dobët dhe problemet e sigurisë në disa vende. Ky rajon na pëlqeu shumë, kishte shumë savana dhe shkretë të tjera, por pjesa që na pëlqeu më shumë ishin kafshët, tani I kimte. Rajoni I Australisë dhe Oqeanisë. Pozita gjeografike është e favorshme për turizëm natyror, por e izoluar. Rajoni kufizohet në lindje me Oqeanin Paqësor dhe në perëndim me Oqeanin Indian. Kushtet natyrore përfshin shkretë të tjera, plaja dhe male të ulta si Alpet australiane. Hidrografia përfshin lumin Murray Darling dhe liqenet të kripura. Klima është shumë llojshme, nga e thatë në subtropikale dhe tropikale në ishuj. Pikat turistike janë Sydney, Opera House, Great Barrier Reef, Auckland dhe ishujt e Paqësorit. Pikat e forta të turizmit janë natyra unike, plazhet dhe atraksionet si refi I madh. Pikat e dobëta janë distancat shumë të mëdha dhe kostoja e lartë e udhëtimit. Wow, sa ndryshon të çdo rajon nga të tjerët, nga kultura, te klima, te relievi. Gjithçka, po tani duhet të kthehemi se udhëtimi na mbaroi. Shpresojmë që ju pëlqeu ky udhëtim me ne dhe bashkë miru takofshim.